Meglin jam afruar sepse ma ka kërkuar vetë. Të lutem rri më shumë me mua. Danja pas ka ndetë në presion me mua, si ja pas kam kërkuar, jo se ka dashur. Egli unë ty t'jam gjëndur ti për një moment të caktuar, ti mua me poshtu, ti e ke thënë atë fjali. Sepse unë nuk mund të mbaj mend edhe të fiksoj në trut çdo fjalë dhe çdo shprehje që unë përdor në një bisedë me një vajzë që unë e konsideroj të sinqertë në raport me mua në këtë shtëpi. Ishte dyta herë që më dje keq në fakt. E dyta herë. Jo unë nuk ja kam përbërë sepse kam ndek goxha afër. Mendoj që nuk e shqetëson asgjë, thjesht i duhet kjo gjë. Do t'isha mërzit unë me të. Danja po mbaj qëndrim me mos, po mbaj unë me Danja. I kam shku 2 herë, një herë i kam përkëdhel kokën, një herë kam shkuar kam puth në mëngjes, nuk më ka folur. Për 3-ën herë motrës time që ma ka bërë 1-9 nuk shkoj. Jam shumë në mirë vetëm. E kam tregu bërë disa javë që jam vetëm. Se pastaj thot mua më vin, nuk i shkoj njeriu. Po mendoj që dyja doni me nxit debat. I kam thonë Eglit që keni mu përla shumë shpejt. S'm ka besu mu, ka zgjedhur besu. Dalës ti themon Dalën. Le të vazhdo tash me Dalën. Pra të fjali, ti duhet të dilje për zot. Me Danja, e kuptoj se çfarë po do më bë, po unë nuk do ta bëj këtë gjë me ty. Ato që ke bërë ti, unë nuk do ta bëj këtë gjë me ty. Po unë s'kam bërë asgjë me ty, kjo është diferenca. Edhe mbasi. Edhe ti ke dashur të hapësh debat me mua. Sa herë që ajo ndihet keq në lojë, bën sikur ka mbetur hatri me atë shoqen që ka qëndruar afër, nuk i flet për 2-3 ditë dhe më pas fillon me sulmon. Ti je turtull, më vetëm flet gjithë. Po ti e po dëgjon vetëm deri tani se çfarë bën. A ku du fare situatë negative. Ti dëgjon vetëm, e shoh se nuk do situatë. E shoh se ka marrë të kanë përshapur 2 herë pas atij prajme. Dhe ti, 2 herë. shoh që mirë fjali që ta kanë thënë të ndjelje për zonë me Rozana. Nëse e ke ndjerë ta thoje. Çak 3 herë në kushte Rozana. Po i po Danja. Le këto skena, thuaj valla. Po do mu përlau me ty se në vyn me shku finale valla, duhet më kon aktiv, edhe jam në rregull. Duhet të dilje për zot atë ditë. Nuk e ka dy kanë dalë për zot në shtëpi. Ti merri me Rozanën dhe po i bën rrafshën Rozanës. Jo, jemi vetëm ne dy. A do ta bësh? Po ty s'e vjen dot. Ti je Teresa Gjie. E fut dhe përfshin Rozin për asgjë. Rozana di fjalë që të kanë thënë ty. Nuk e di pse u futa unë në këtë mes, po sigurisht në bisedat e Eglit unë futet gjithmonë sepse Egli e bën dhe për të më bërë pis mua në këtë bisedë, për të më përryer në historitë e veta të stisura. Rozana po të përdor diçka që ti ke folur në aspekt me mua, në një debat të saj me mua. Pra po të nxjerrë zbuluar. Që urdhë kush është kjo vajza? Unë nga kjo di se çfarë ti flet me këtë. Emrin e Danjës nuk ta kam përmend kurrë. Asnjëherë kam thënë. Ja kam thënë Danjës, ajo vjen te ty për të përdorur si asa. Dhe ajo do gjej një fazë tjetër për të zëvendësuar Rozanën. Dhe mos më përmend emrin. Kush po përkon barkun nga knatësia është e para Rozana. Mos e përdor si të hasnesh, si ti ke dashur me ne. Ti ke dashur me ne. Me ty është kurrizim tonë. Edhe një është ndjershë ai jemi ti. Ja po do. A kupton çfarë bëhet tu valla kush i lëm shima? Kto flasin pas krave për gjëra që unë kam të sinqerisht me atë gocën dhe unë jam mashtrusja. Moj friti më mendje se si askunde bën këtë gjë të gjithë. Nuk po pushon. Jeni bërë gjithë ajsoj, jeni bërë gjithë. Nuk jam gabim, Mos u merr me mashtruse, mos u merr Danja koka. Danja, me atë jemi zënë, jemi karamuar. Se çfarë bëjmë? Danja mos u merr më. Boll. Në fakt, lufta është midis Rozanës dhe Eglit. Nëse ajo nuk lidhet me atë djalin aty, do përfundoj kështu duke u marrë me njerëz për të ndetur aktive në prajme. Danja. Po, e dion prajmin e shkuar, unë i kërkova një fjali të caktuar që më është në një moment të caktuar, jo për marrëdhënien që kam pasur me Eglin, se nuk i jap llogari njeriu, dhe ka qenë vërtet një marrëdhënie shumë e mirë. Dhe i kërkoj Eglit, të lutem, e thua dot këtë fjalin që më ke thënë të lutem rri më shumë me mua, po ta heq të lutem, se ti e merr për ulje kur ta kërkojnë shoqet, po them vetëm rri më shumë me mua dhe ajo fjali mua më duhej sepse këta të divanit të kuq, kush më shumë e kush më pak, mendojnë që unë kam bërë një lëvizje strategjike dhe kam shku nga Egli. Dhe unë ja kërkova pikërisht për atë moment, jo për gjatë shoqërimit që kemi pas ne të dyja në këtë shtëpi. Thënë kjo, Egli, nuk e pse e merr për ulje fare, ajo është një fjali që nuk ka nevojë të bëj ty të ndihesh keq, është një fjali që ti e ke thënë dhe tek e fundit për mua ti në këtë shtëpi e problemi më i vogël, më së drejtën. Nuk je në gjë e re, dhe ata që mendojnë dhe e dinë se çfarë shoqëria dhe kur i duhet
dikujt që ka nevojë për ndihmë dhe ndihmon shoqërinë, është aty. Unë I kam jashtë ata njerëzit. Qartë gjithë I kemi. Morë vesh, dhe ti e dashur, mos e merr për ulje, sepse unë në këtë shtëpi nuk mendoj që të kam bërë dëm, përveç fakti që t'jam gjendur afër. Unë të kërkova tek fjali dhe ti mund thoje, mendova që je kaq bobe sa të thoje, po në atë moment ta kam thënë Danja. E kam thënë unë në atë moment. Kaq doja unë nga ti, se çfarë ndodhi pastaj dhe këto hëmi Danja se e di unë, mos më bëj mua. Të lutem se s'kam mbaruar, nuk kam mbaruar. Këto hëmoj Danja mos më bëj mua, sepse kemi ndejt bashkë dhe mund të përdorja gjëra të tjera mes juve të dyve si çift dhe nuk e kam bërë kurrë, nuk jam futur në marrëdhënien tuaj kurrë. Për shembullin do të si të ta tregoj për shembull. Si për shembull, se kemi qenë në një shtëpi, çfarë do jam përdori? fut në marrëdhënien tuaj, të kërkova diçka për veten time. Sepse nuk e dashur vetë, sa bësh edhe unë e vlerësoj. Shumë mirë situatën këtu brenda. Dhe të kërkova diçka për mua, në lidhje me mua, nuk ka të bëj fare me juve. Dhe mos më thuaj mua kërkoj situatë nga ti, të kërkova diçka për mua, të më ndihmonte mua me çfarë kam këtu dhe me këtë zonjën këtu që do të futet dhe të bëj analiza të çuditshme. Pikërisht pra prandaj ta kërkova ndihmën ty, dakor? Kështu që mos e merr për ofendiv dhe për ulje. Nuk e bëre, s'ka problem. Këtu jemi. Mundem Ledion? Patjetër. Faleminderit. Tu bën disa akuzat të cilat tu bën në fytyrë, Danjën e ke aty, mund t'i përgjigjesh. Po, në fakt çdo gjë nisi nga prajmi I kaluar, ku Danja më kërkoi me insistim të bindja në një farë forme koltukun e kuq që po Danja rri me mua se ja kam kërkuar unë. Jo ta bindja, të thoje të vërtetën për atë moment. Këtë po më thoje, më duhej ajo fjalia jote në atë moment nga presioni që po më ushtronin. Tani ose unë jam budallaqe ose ti këta, se këta s'u bin dot unë se janë kthyer keq fare. Puna është që ti të thoje diçka që tani a mund të mua më ndihmonte edhe ty të nxirrte një shoqe të mirë dhe të lartë, se jam gjë, mund ta mbaroj dhe unë. Mos manipulo ty tashun. Mund ta mbaroj dhe unë. Më lër ti manipuluesja, po më lër të them atë që mendoj se nuk përsej më. Do them atë që mendoj. Si që mendoj që po ma bëjnë. Kaq. Nga të gjithë. Po, ty ta kanë bërë gjithë këtë shpinë. Për të gjithë. Pa merak nuk t'i edh poshtë dhe nuk i eq superlativat që kam Jo, ma kishe treguar aty. Se jo, e kam treguar mjaftueshëm, do më lësh të flas. Të lutem. Ma ma ktheve borxhin e ndërhyrjes që e ke quajtur si ofezën më të madhe time ndaj teje në këtë shtëpi. Sapo ma ktheve më ndërhyre më vendosë. Ofezën më të madhe. Ti më the të kërkoj falje që herë dhe tash mos e vit mendjen, ajo nuk ishte situata ime, një opinion do jepja. Ti e jep 100 herë, ti egzageron gjërat zemra. Maja ty ku janë, mos I egzagero. Pra, Ledion, mu kërkua që të thoja, kundrejt koltukut kush, që po, Danja rri me mua se ja kam kërkuar unë që të rri. Me thënë të drejtën, unë nuk e kam fare për turp ta pranoj të gjën, sepse duke marrë parasysh marrëdhënien që kam me Danjën, patjetër që dhe mund ta kem thënë këtë gjën edhe nëse marrëdhënia do ishte akoma e njëjtë, vazhdoja them edhe tani dhe nuk e kam për turp këtë gjën. Fakti ishte që nuk e kuptova se pse pikërisht në atë moment më kërkoi të thoja diçka të tillë. Dhe më erdhën disa aludime në trurin tim. E para ishte, a e kam thënë vërtet, sepse në... Të lutem më. A e kam thënë vërtet dhe po përpisha të kujtoja në çfarë situate mund ta kem thënë, në çfarë lloj bisede mund ta kem thënë, sepse konteksti këtu ndryshohet si duan këta të ndryshojnë. Dhe patjetër dal në konkluzionin që unë Danjës mund t'ja kem shprehur diçka të tillë. Ju një bëj tu gënjeshtarësh, bravo që. Mund t'ja kem shprehur diçka të tillë, sepse Danjën e kam parë realisht si një vajzë të sinqert kundrejt meje dhe me tipare të shoqeve të mia jashtë saj shtëpie. Unë nuk kam nevojë për shoqe, unë shoqërinë time e kam mbyllur si cikël, I kam të mrekullueshme dhe fakti që ja kam thënë atë frazë Danjës është sepse shumë tipare të Danjës mua më kujtojnë shoqet e mia që po tani ndaj mendjen e ke thënë apo se ke thënë, po thua faktin tani. Fakti që Danja më kërkon në një moment të caktuar në Prime. Të lutem, përmend pak që ma ke thënë këtë gjë, se këta po më sulmojnë. Pra, thuaju që unë po rri me ty se ma ke kërkuar ti. Jo, po rri me ty, jo, për atë moment, këta po kërkojnë, këta po thonë që ti atëherë ke shkuar për këtë arsye dhe unë mua më duhet ajo, e di qa, e shpjegova, ti jepi vazhdo manipulo. Po, në rregull, unë edhe prapë se prapë dhe në Prime të kam thënë, jepi drejtim se ndoshta edhe e kam thënë dhe s'ka asnjë problem, edhe e kam thënë. Jo pse unë nxeja, fakti pse unë nxeja unë ishte sepse ishte vetëm në këtë gjë e kam përfshirë Rozanën, sepse ishte Rozana që e solli si fjalë. Pra Rozana, jo të pyeta unë, nuk e solli. Ti do të fusesh Rozi s'ka lidhje me këtë muhabet. Jo, ka lidhje. Nuk dua po sepse nuk jeton do të parohet në këtë shtëpi, do të fusi Rozi. Dhe ti do të zitë ti jo unë as Rozi. Deri në momentin fakti se e kam përfshirë që ndoshta është gabim. Ka qenë sepse të lutem më li të mbaroj, faleminderit. Ka qenë sepse ju po e diskutonit, po mua fjalën
e mora vesh nga Rozana se çfarë po diskutohej aty. Po ti më ke thënë dje që Danja të ka treguar të gjithë bisedat që kemi bërë bashkë. Sepse ka akuzuar Danja. Sepse jo më larg se dje, ti erdhe dhe më konfuzove vetë, fjalë që ti ke folur për mua me Danielën. S'është e vërtetë. Sa po ma the tek debati që doli dhe në klip, nuk është e vërtetë. Po, i kam thënë unë Danjës dhe kam thënë në Prime. Dhe kam që në momentin e parë që ajo është ulur me ty dhe kanë ndenur ti ke shkuar në privatin e Danjës. I kam thënë që po bësh jashtë. Po pra, sepse është e vërtetë që nuk është e vërtetë që kur e ndër e vërtetë unë e kam. Dhe nuk është se unë nuk e kam ditur këtë gjë, nuk thjesht nuk ndërhyj se e di që ajo është intuitive vetë e zgjuar. Pikërisht prandaj jam drejt me ty. Pikërisht prandaj jam drejt me ty. Sepse unë kam kënaqësinë dhe ja kam kërkuar të qëndrojë pranë meje. Fal, ti kush je avokati Rozanës je? Çfarë hyn ti këtu? Por jo vllash situatën e tua. Rishi punën tënde, mos ndërhyj, nëse duhet ndërhyj Daniela. Shku ke ti. Po të ndërhyj pa të them që je gabim. Ti je shumë konsciente që të ka thënë, edhe që unë që kam shprehur për ty që ti je lojtare dobët dhe unë s'të konsideroj që është totalisht një mashtrim nga kjo zonja. Çfarë përçuam, kur ta kam thënë këtë më? Edhe këtë që në fillimet fare që ka thënë kjo mua. Kemi diskutuar ne të dyja për Eglin. Të lutem përgjigju Danja. Kur kemi qenë te kashta, po unë s'kam ngrit situatë për këtë, se mua më prish punë se si mendoni ju me mua. Bisedat janë tani kur Unë jam me një karakter i fortë dhe një vajzë e fortë, lojtare e fortë. Jo e fortë, e dobët, jo e dobët, nuk më kanë thënë çfarë tregoni juve mua. Atëherë mos e bëj të një gjë. Ti je pa fuqishme për të ndëjtur vetëm në shtëpi. Dhe po përdor të njëjtën gjë që bëre me mua me Danjën. Tani, për ti nuk e di. Nuk kam vetë njëri. Po. Atëherë, Ledion, unë e kam nuhatur në ajër që nga vetë gjërat që pëndodhe, deri ti ku dhe nga Gjeste, nga Rozana, nga Gjerta, nga gjithë qa po flitej në përshpi, që ky moment me Danielën do vinte. Se në këtë shpi, kur dy njerëz, më duheshe dhe kaq, nuk je problemi im ti këtu në këtë shpi. Jo, nuk ka si mendimin tim, sepse Gjesti ka thënë një natë që Danja po vjen në privatin tënd, sepse do të marrë informacione për ne. Dhe ti ke dëgjuar Gjesti. Tani, mund të flasësh, pasat e Prime, ku përmend kjo fraza, ajo ndoshta tha diçka që unë e mora gabim, unë ndoshta bëra diçka që ajo e mori gabim. Dolën dhe disa klipe që thonte nuk mendoj që duhet vazhdoj debat me Rozanën, ka punë me Gjestin. Unë debatet i kam të ndara në këtë shtëpi. Kur bëj debat me Rozanën, bëj me Rozanën. Nuk ka lidhje me marrëdhënien time me Gjestin. Dhe megjithatë, sulmin më të madh e ke me Gjestin dhe jo me Rozin. Kam thënë tekstualisht. Po ai sa ke thënë, po ai sa ke thënë edhe që je krenare për qëndrimin që unë po mbaj me Gjestin. Kështu që duhet ta ndash. Je krenare apo duhet jetë ndryshe? Jam koherente, që do të thotë, ti mbaje distancën me Gjestin dhe të kam thënë, distancën se do ti ta mbash për dignitetin tënd e tjerë që kemi diskutuar gjithmonë. Unë nuk po të them rri larg burrit huaj. Por të kam thënë, e kam thënë dhe në Prime që mendoj që sulmin ti du ta kesh me këtë Robin. Sepse ti, të gjithë njësit e këqia dhe të gjithë mërzin dhe gjërat që të ka bërë, ti ka bërë këtë djarje. Ty ka qafet baskrave koherente, si që përmodi gjithmonë. Okej, dua të di një mendim të Gjestit sa i përket kësaj. Pasat i Prime, pavarësisht se çfarë u dha në përklipe, në mënyrën se si unë duhet i shikoja, le të themi, unë flas çka kam bërë këtu. Unë duke ditur marrëdhënien që kam me Danjën dhe vlerësimin real që kam për Danjën, kam shkuar film pasat i Prime tek dushat kur po laj dhe i kam thënë patoku po lahesh, pra i kam thënë një frazë për të kuptuar që Danja it's okay, çado që ndodhi sonte, mua unë nuk t'i hedh poshtë gjithë të mira që kam kaluar me ty në këtë shtëpi për një gjë, një problematikë që ndodhi në Prime. Dhe nuk po ta vëna si feedback. Të nesër me në mëngjes po ashtu, e ka tutur, e ka përkëdhelur, i ka thënë apo zgjohesh, prap nuk më ka folur. Që do me të Danja e donte këtë situatë dhe pikë. Gjesti, edhe ti je i këtij mendimi që Danja e ose më saktë le ta quajmë këtë atë që është. Duhet të jemi aktiv për të shkuar në finale dhe le ta quajmë atë që është. Pra, na duhet debat, na duhet konfrontim. Po njëtë si kjo si Loredana. Një të ka bojna për shpe, dhe Djezoni Sukani ta shte, Valaj, unë po doja që Rishardzën që mbas Prime, nuk shkoja të gjithë, nuk shkoja të gjithë, nuk shkoja të gjithë, nuk shkoja të gjithë,
Një moment, ju lutem, ja dash fjalën Gjestit. Egli, Rozana, Egli. Dhe dije i kanë Unë e shoh diçka ma thellë, ja u kam thonë 2 javë. Për shtash po dalë edhe te Rozona. Danja, Danja i kanë nejtë ofër kur u konë Egli për herën e dytë këtu. Edhe herën e parë, ditë të fundit shumë. Në rregull të unë po foli për herën e dytë dhe qitë konflikt që e patë. Herën e parë... Po pritet ta, shprejt një. Herën e parë i ka thënë Jen, i ka thënë... I nejti ofër, okej, se edhe kesh u konë emocionalisht, edhe normal me mu s'folke, tani u afru me Danën, najtën bashkë, okej, najtën sa najtën, hinin mes Rozona. Egli u afru pak me mu ma shumë, me Kellin, okej, edhe kjo pak u distancu Egli, që ashtu e kumë po une. Unë sa kam baru bisedat me Rozana, kam shku të ka jo fill. Sa kam baru bisedat me Rozana, ajo e di që e kam kërku me sy në të shtëpit, pim cigare, pim një kafe, bën një biset, lajmin vas, e tjere. Danja ka bu për herën e dytë, njëjtë edhe me Eglin edhe me Gertën do këtë e ka bu, që do me kryu shëshni, fole krejt, ndohet, edhe në fund që me përdur, mu bu nervos me to, me përdur sanet. Po është në 2 herë edhe me Gertën e ke bo. Oj vojz, ta është kjo foto Rozona, vish pak. Para se ligëm qatë këmë thonë të ura. Në regu. A mundem Ledion të lutem? Edhe për Lajerti. Lajerti u më nejke të në koll me kap offer këto. Okej? Me ndopi me e, me e. Ti shefe Luciana. Vesh ka ndodhë të shpajnë gjëra. Ta këmë thonë aty më rëbë. Rozona. Ti je fut që ditë e parë këtu me udhëzime më pure me butonat shtypë. Lajerti, me kof Danin, me përdur që kanë përdur me bunen, Qenke këtë rjesë me rimajnë që ke formuar në kokën të Rinë njerëzit me njëri tjetër. Njëtë keni pos valbonen mes, Danja, po. Arsye që ka dalë u vazhë ka shpia jeti, nuk shnajerti. Ti Gjesti, të dëshirën që ne të dyja të zjemi e ke pas të lutem, të dëshirën që ne të dyja të zjemi e ke pas prej kohësh. Duke ardhë, duke më thënë mua fjalë të bukura që ajo të gjelozonte dhe ne të dyja të zjeshim. Fatmirësisht, ty të erdi situata dorë dhe më pyete të lutem, unë të lash të flasësh, mos e bëj këtë, unë të lash të flasësh shu që më gjo. Dhe ti më pyete, që ke Danja, pëse s'po rri me Eglin? Dhe fute ato picrat e tua. Dakor, ti këtë, dhe ato që bërë atë pita ti, që po thoje, jo situatë, jo nesë më flitë fare me një tjetër. Dhe sa për një gerar, Danja e shumë një se du ka bëjt të gjënë me ty, dhe do të bëj viktimën dhe do të hedhë lumë në shpinën time, se e ka me qef të punë ditët e fundit, dhe kjo se nuk e pas shatë, nuk e ke pas lutem, nuk e ke pas ku kemi qënë afer, të shikoj me syrë në një kushërirë. Të lutem mos më ndërhy, të lutem. Dhe ti pas ta u distancove e të lutem mos më ndërhy, sepse kishe dëshirë, po pak të analizat e tua të lodhura. Ti kishe dëshirë sa ndetëm afer që të më futesh në situatat e mija dhe të kam thënë të lutem shumë, mos më fut dhe mos më ndërhy. Dhe tani, intensiteti, i nervit, është rritur dhe po ta them sërish, mos u fut të lutem, sepse po ga bon. E diti, jo me ti, ti u fute atje të Egli, ishte një gjërispe edhe Egli dhe ti u fute të me u baka për dhe mua. Ti nuk e kemi pas Po se ti për qëta një të ka ofendu shumë se nuk tasha të krasë. Unë ke ndjekur me gjithë bokat e shpirë për Jo, të. asë një lojtë të mullë. Po se keni qef ju ta e sa Arbër, si e shikon ti këtë situatë, kë bën përgjigjës me ku di unë se qfarë? Nuk është as ullje dhe as çështje turpi. Për mendimin tim është më shumë çështje integriteti. Ne kemi pasur një raport miqësor, kemi qenë shoqë, dhe ti nuk mund më kërkosh që transmetimi i kësaj marrëdhënie të lexohet sikur është vetëm kërkesë nga ana ime për të nejtë me njëra tjetrën. Vetëm për një moment caktuar dhe sqarova e shpjegova disa herë. Një moment ta mbaroj. Jo për marrëdhënien që kam unë me Eglin, si jap llogari njeriu. Të lutem Daniela, ta mbaroj Arbrin. Kjo është ajo që ke thënë ti. Të lutem mbaroje, po. Kjo është ajo që ke thënë ti. Çfarë thash unë?
Po pra, kjo është ajo që ke thënë ti, që ti ke ardhë dhe ke nejtë Më ke kërku të me mua, më ke kërkuar. Pra, unë kam nejtë me ty se ma ke kërku ti. Jo, për një moment të caktuar që këta më thonë, po flasë për një moment të caktuar, probleme, unë nuk ka përdojnë ja të them një tjetër, se dakord, nuk ka që në marrëdhënie tamam. Unë po shikoj që ti do të dëshmosh që këtë raportin e shoqërisë se ke pasur të sinqert, apo jo, kjo është ajo që ti do. Po kërkoj unë të dëshmoj, çfarë flet? Po pra, po kërkon të thuar që raporti shoqëror që keni pasur ka qenë i vërtet. Për mua ka qenë, dhe e di që edhe për Eglin ka qenë i vërtet, për të dyja ne ka qenë i vërtet. Lutem shumë, mos thoni fjalë që nuk janë, sepse ne jetojmë, të lutem, ne jetojmë 24 në 7, e jetojmë 24 në 7 këtë shtëpi. Dhe ta thuash, të japësh opinion, nga karrika është shumë me rehatshme. Hajde ulu ti, Danja. Jo, po ta them seriozisht. Po ta them seriozisht. Unë e di dhe kam pas shumë sinqert, ashtu siç di që dhe ajo vajza ka pasur. Ja kërkova për një moment të caktuar. Vetëm për atë moment. Se nuk do ta bëj të gjën me ty. Mund të pres derisa të mbaroj. Se s'mi intereson dinamika, fare. Se nuk e besoj unë të raportin e shoqës që ti do shih. Se një shoqe nuk i thot Kellit këta që duan me shku me romanca dhe me lidhje dashurie në finale. Se tisha unë do t'isha bërë namin me romanca, do t'i kisha fusta. E ke thënë? Loja është lojë dhe marrëdhënia që kam pas është tjetër gjë. Loja është lojë. Unë ndaj sharpin nga për dy gjëra, të parën thua që këtë raportin e miqësisë e kam pas se ma ka kërkuar ti. E ke pas të tendencë edhe me Aldon para 3 javësh. Nga krau tjetër i thua Kellit Laerti që kjo më, këta duan me shku në finale më burr me lidhje me romanca se. Po tisha unë çka kisha bërë unë. Tani të lutem, kjo tregon që ky raport nuk ka qenë kurrë i sinqert. Ndërsa për sa i përket kolltukut tim, unë di që janë të tjerë njerëz të cilët e kanë ndërtuar këtë format dhe në të gjithë botën ky format bëhet me 2 njerëz të ulur këtu. Nëse ti do ta ndryshosh këtë gjën, ndryshoje. Edhe një herë, unë me shumë respekt kam dëgjuar gjithmonë dhe kam dashur opinionin tënd dhe unë opinionin tënd e marr si kritik. E ke dashur se të kalë ndërdisur. Po të kam dhënë të drejtë, opinionin tënd e marr si kritik. Dakord, edhe sikur të mos jetë favorin tim, unë e marr si kritik, siç e mora radhën që shkoi. Ajo që unë dua të them është lutem shumë, unë marrëdhënien këtu, e di unë se si e kam marrëdhënien, ti e shikon atje dhe do japësh opinionin tënd me patjetër. Nuk e vën diskutim, ti paguhesh për atë punë. Por marrëdhënien time, unë e kam këtu brenda. Pra se si krijoj unë marrëdhëniet e mia këtu, unë kam të drejtën të them, ti shpreh, siç i shpreha pak më parë. Dhe unë kam të drejtën ta komentoj. Dhe për mua një shoqe, dakord, të mos gjatemi me kundër replika, është një opinion, jeni apo nuk jeni dakord puna e gjithë secilit. Neda. Me neri qofsh. Po. Deri është shumë e rëndësishëm në jetë. Danja, unë mendoj këtë. Mendoj që ke gabuar kur ke dashur të shpëtoj Egli, duke thënë që ja kam kërkuar unë Danjës në atë rasti specifik, sepse të tregon që s'ke mbajtur dot presionin, sikundës po e mban dot edhe sonte. Po mendoj që zanafilla e faktit që ti nuk po e mban dot presionin është fakti që ke hyrë në atë shtëpi jo që natën e parë, dhe ke lundruar në një det të hapur, Danja, dhe deri dikuja ke dalë shumë mirë. Problemi yt ka nisur kur ti ngrite velat. Kur ngrite velat, era të mori, edhe ti akoma nuk e di ku qëndron në një det të hapur, që tash afër finales po bëhet me dallë të papërballueshme. Shumë faleminderit.